Mirëmëngjes të dashur binjakë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është tretë monedhës. Tretë monedhës është një letër që tregon jeni në një fazë ku puna juaj, çfarëdo që jeni duke bërë, kërkon një bashkëpunim. Absolutisht nuk mund ta bëni vetëm çfarëdo që të jetë, po ndërton diçka me vlerë të quaja, por nuk ke për ta bërë vetëm. Mund të jetë që vërtet keni nevojë për ndihmë dhe është momenti të kërkosh atë ndihmë, këshilla apo mbështetje profesionale për një ide apo çfarëdo lloj situate që është duke u zhvilluar në kokën e juaj apo në praktikë. Absolutisht jeni të vlerësuar për punën e juaj, kjo tregon që jeni në rrugën e duhur, por që dhe të gjithë do ta shikojnë me një farë mënyrë atë kontributin apo punën, djersën, mundin që keni bërë, por që duhet është një proces, ta them, ndërtimi, nëse është biznes, dashuri, vazhdo, por bëje me plan, me bashkëpunim me personin apo me dikë tjetër nëse është ortaklëk në kuptimin e biznesit, dhe durim, nga që do jeni kogja mirë. Kjo punë vërtet kërkon përkushtim, kërkon akoma më shumë djersë, por që aty ku duhet të jeni, aty do të jeni, drejt qëllimeve apo synimeve të juaja të dashur binjak.